Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 26 vatra zjarri, të cilat sipas Ministrisë së Mbrojtjes dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile janë neutralizuar të gjitha pas një pune të pandërprerë të forcave operacionale në terren. Këto vatra zjarri janë evidentuar në qarqet e Vlorës, Gjirokastërës, Lezhës, Shkodrës, Dibrës, Korçës, Tiranës dhe Kukësit, Beratit dhe Durrësit. Në bashkinë e Durrësit, një vatër zjarri e rënë në tregun industrial sezonal në plazh shkaktoi një dëm të konsiderueshëm në mallrat e pajisje, pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të forcave. Një tjetër vatër u evidentua gjithashtu në 2 puse nafte në fshatin Kozare, njësia administrative Kozare, bashkia Kuqov. Në vendngjarje shkuan shërbimet vendore të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të bashkisë Kuqov, me 2 automjete zjarr fikse dhe 8 efektiv. Shërbimi vendor i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit Berat me 2 automjete zjarr fikse dhe 7 efektiv, 4 forca policore dhe 6 forca bashkiake, të cilat punuan për shuarin e tij. Si pasojë u dëmtuan 2 elektromotor të 2 puseve të naftës. Shkaku i rënies së zjarrit është kaputja e telave të tensionit të ulët. Në të gjitha operacionet për shuarin e zjarreve u angazhuan 64 automjete dhe 449 forca operacionale. Gjithashtu, nga forcat e armatosura u angazhuan 2 automjete zjarr fikse dhe 4 efektiv me helikopter Kaugar.